Pastaj në surën tjetër thot Allahu i lartësuar: Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Kjo sura është quajtur surja Kauthar, sepse përmendet në të kjo dhunti e Allahut subhanahu wa taala, që ka thënë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Inna a'tainaka al-kauthar. Do thënë ne ta kemi dhënë Kautherin. Dhe Kauthar është një prej shpjegimeve dietarëve, është do thotë dhunti të shumta, mirësi të shumta që ja ka dhënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose është për qëllim një lumë në xhennet, ose haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku do të pinë besimtarët. Dhe ky lumë i xhennetit është lumë që në anët e tij ose në brigjet e tij ka tenda që janë prej margaritarit të thelluar brenda. Do të thënë margaritarit të zbrazur. Dhe ka mirësi të shumta dhe ujë të ose rrjedh, do të thënë me dhunti të shumta. Kjo është prej veçorive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë dhunti e përmend Allahu pasi mushrikët e Kurejshve, prandaj kjo lidhet me surën paraprake, me ata që nuk besojnë në ditën e gjykimit dhe ata që e kanë atë moral të ulët që e përmendëm. Po ashtu nuk e kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeri, domethënë i cunguar. Domethënë nuk ka djem, i ka lindur një djalë dhe i ka vdekur, domethënë prej Khadijës radhiyallahu anha, djali me emrin Abdullah, dhe i ka vdekur kur ka qenë i vogël. Tjerat i ka pas vajza, edhe kanë thënë mushrikët se do thotë fara e tij është e cunguar, edhe do të humbe. Pra kur të vdesë nuk ka djem, nuk do t'i përmendet emri më shumë. Kurse e kundërta është ajo që ka ndodhur. Ata që kanë qenë mosbesimtar, ata janë të cunguarit, edhe ata nuk përmenden për të mirë. Nëse përmenden, domethënë përmendja e tyre është vetëm për qërtim dhe për mësim, për marrje mësim të keq, domethënë për tyre, si nuk duhet të jetë njeriu. Prandaj Allahu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Inna a'tainaka al-kauthar. Domethënë ne të kemi dhënë mirësi të shumta, edhe ta kemi dhënë një lumin kryesor në xhennet, që është veçoria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fasalli li rabbika wanhar. Prandaj për ta falendëruar Allahun, ti falu dhe bëj kurban, si falënderim ndaj Allahut. Janë përmendur këta dy adhurime madhështore, që janë adhurimet ku shfaqet më shumë robëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë namazi, ku mblidhen lloje të shumta të përulësisë ndaj Allahut. Do të thënë ka madhrim, ka përmendje të Allahut, lartësim, ka tauhid, ka lexim të Kuranit, ka përkulje në ruku, ka, do të thënë, rënje në sejdë, përulje plot ndaj Allahut, lutje kështu me radhë, do të thënë gjitha llojet e adhurimit janë të përfshira në namaz. Dhe ky është, do të thënë, gjitha llojet e adhurimeve trupore që i bën njeriu, edhe të shpirtit, do të thënë të dyja është çështja e shpirtit, mirë po, këtu adhurimi që duket janë adhurime trupore. Dhe adhurimi tjetër, therja e kurbanit, wanhar, është adhurim për, do të thënë, prej që përfshin disa adhurime të pasurisë. Do të thënë dhënia e pasurisë, një herë flijimi për hir të Allahut, do të thënë njeriu e sakrifikon atë që e vlerëson, edhe në veçanti që nxjerr diçka prej pasurisë, sepse pasuria është e lidhur me zemrën dhe njeriu e ka vështirë të ndahet prej saj, dhe e bën këtë për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Do të thënë, prandaj Allahu i ka përmendur këto në kuptim të tauhidit: Qul inna salati wa nusuki, do të thënë thuaj namazim dhe kurbanim, wa mahyaja wa mamati, dhe jeta ime dhe vdekja ime, lillahi rabbil alamin, janë për Allahun, Zotin e botëve, la sharika lah,
i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Pra, bëj këto adhurime për ta falendëruar Allahun subhanahu wa ta'ala, inna shani'aka huwal abtar. Do të thonë, armiku yt dhe ai që të urren ty, ai është i cunguari, ai është i humburi, edhe dihet, do të thonë gjatë historisë, që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë ai gjallë, edhe deri në ditët e sotshme, secili që e ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh sa ka pasur pozit, pushtet, pasuri, nëse ka qenë armik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, emri i tij nuk është emër që përmendet për të mirë. Edhe kurse emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithmonë në nivelin më të lartë.